Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Oferta e majme që po rikthen në ekran Arbana Osmanin, ja për çfarë bëhet fjalë. Pas më shumë se 2 vitesh mungesë në ekran, Arbana Osmani është gati të rikthehet. Duket se pritjes po i vjen fundi. Arbana është në bisedime për një rikthim televiziv në sezonin e shtatorit dhe këtë herë jo në platformën ku u bë e njohur. Burimet thonë se Klani është televizioni i përzgjedhur dhe se një takim i fundit i zhvilluar në javën e kaluar ka vendosur bazat e bashkëpunimit të ri. Edhe pse marrëveshja përfundimtare ende nuk është zyrtare, sinjalet janë pozitive. Duket se moderatorja i ka thënë po ofertës së majme për të rikthyer në një tjetër sezon. Por shumë janë ndjekësit që pyesin rreth formatit që këtë herë ajo do të drejtojë. Ndonse vetë televizioni ka disa variante ku përfshihen edhe një reality show, duket se ende nuk është vendosur se çfarë do të drejtojë. Propozimi që përflitet është një format me histori reale të ngjashme me atë që Arbana ka moderuar vite më parë. Megjithatë, gjithçka do të bëhet publike para nisjes së sezonit të ri në shtator. Ajo çfarë dihet me siguri është fakti se një ofertë shumë bujare është bërë për të cilën vetë Arbana ka vendosur ta pranojë.